Këtë këngë për të transmetuar një këngë së merr dhe tash në Messenger nga miku që tash e kam është në Facebook model një punë nga shoqëria në Facebook që nuk ka pasur rastin ta njoh privatisht. Po të lexoj tekstin e këngës së parë, një këngë për vllahun tim, ushtari në Ushqekës, Bekim Kasniqi nga Zhelivota. Ne po kujtim të 2 vjetorit të vdekjes së tij nga koronavirusi, në moshë të re, në ra si 50 vjeçar, dhe nga ishte aq e madhe, sot 2 vjet nuk i kanë prek qytetin në dorë. As mendje nuk u shprehje, as teksti për këngë nuk dilti nga shpirti i pikëlluar. Në fund e gjeta forcën në një javë, dhe një javë rresht, kam punu për me përgatit këtë këngë për përjetorin e dytë. Dëgjim të këndshëm për ju që as shumë e deshtë të bekimin, familjar bashkëpunëtar, shoqëri e miqësi, gati jetës dhe veprës së Bekim Krasniqit,
di vekim pjesnisit, të di jetës dhe veprës të ti, edhe një këngë bukur, një këngë shumë emocione natyrisht kur e këndon vetë vllau për vllaun. E ne që kemi pas vllau dhe e ndim vetëm shumë të emocionum për këngën. Pas ka pas sport, që ta këndon edhe një këngë për vllaun e vetë, kjo është diçka që nuk është lehtë. Nuk është lehtë me bëu për vllaun me këndu një këngë. Me gjetë tekstin, me gjetë në ndërejt melodinë, me gjithë ato, edhe me kështu vllaut, edhe me qëndru këngën para videos, edhe pa u dorëzu me fjalë me këngën që dëgjojmë deri në fund. Nuk e po mungojnë fjalë, vetëm gati kryesisht jetës dhe veprës dhe vekim pasnisit. I leti qoftë dheri dhe lëmi së në